Ministria e Arsimit dhe Qendra e Shërbimeve Arsimore ka miratuar përjullën e aplikimeve me formularet A1 dhe A1Z për maturën shtetërore dhe maturën shtetërore profesionale për vitin 2026. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro bëri me dije se nxënësit duhet të përcaktojnë edhe lëndet me zgjedhje duke nisur nga data 2 deri në 11 shkurt, ndërsa për maturantët e viteve të kaluara të cilët duan të bëhen pjesë e maturës shtetërore të këtij viti, shërbimi për formularet A1Z do të aktivizohet në datat 10 dhe 11 shkurt. Ministra Kumbaro i bëri apel maturantëve të ndjekin me vëmendje afatet dhe udhëzimet përkatëse. Ministria e Arsimit sqaron hapat si duhet të aplikojnë maturantët. Fillimisht duhet të identifikohen si qytetarë në portalin e-Albania të zgjedhin shërbimin matura shtetërore duke klikuar butonin përdor, duke zgjedhur llojin e formularit të aplikimit. Maturantët duhet të zgjedhin A1 ndërsa kandidatët A1Z dhe ta plotësojnë me të dhënat e nevojshme të kërkuara në formular e më pas të bëjnë dërgimin e tij. Për aplikimin me A1 dhe A1Z, përgjigja merret pasi përfundon procesi me konfirmimin dhe printimin e formularit në shkollë. Aplikimi me formularin A1 dhe A1Z është i vlefshëm vetëm për maturën shtetërore të këtij viti shkollor, duke përfshirë edhe sesionin e dytë të vjeshtës.